Shtëpia me fëmijë. Orti! Mbyllë gojen, rebel! Një fshat të tërë shpërngullën, se u dhanë bukes tre kaçakëve. Me lanë vorret e të parvet. Se shpeti pushive të mbarojnë, dhe ti do t'ulesh përsëri në bankët e shkollës. Mos haro këto që pam këtë verë. Dhe mos dëgjo vetëm ato që do thonë brenda kolegjit jezuit. Unë nuk do t'jem atje. Do t'hyj në gjimnazin laik, degët klasike. Kudo që t'jesh. Misër të bardhë dhe të verdhë. Misër, zotni. Urdhoni, zotni. Misër të bardhë dhe të verdhë. Urdhoni, zotni, urdhoni. O pinga prej lëkure kau. Hajde, o pinga prej lëkure kau. O pinga prej lëkure kau. O pinga prej lëkure kau. Hajde, o pinga prej lëkure kau. Tu një tjetër, Asimaga. O, mirë se vjen zoti Ysen. Që mirë thoni këtej? Po mora vesh se ke nevojë për sheker. Gjej një punë këti zavalli. Po, si shumë i vogël po më duket. I vogël për i shkath. A mund punësh ka duan? Jam gati bëjës shka që doni ju, zotni. Ha? Mirë, të kam mishterit vjetër nuk po t'a prishi zoti Ysen. Se vabba, tu një tjetër. Tu në gjatë. Si e ke emnin mërtjal? Rok, zotni. 2 lek. Si urdhëron?
Gjithçka do vendosish si mas mallit. Në sabat do hapesh dyqanin. Do bjesh dhe do qosh mallnat. Dhe do krysh do punë tjera. More vesht. Ki menin e puno mirë, he? Magazin teme kërkoj rregull dhe pastërti. Hajt. Në darkë, shegirti i vogël u kthye në shtëpi. Ju ofrua një shtrati të vogël dhe mbështeti buzët e njomba mbi fytyrën e thatë të vyshkur të nënës, gati i mallngjyer. Jana në fruti mundit të parë që derdha për ty. Dora e reshkur e nanës u ngrita për këdhelat kokë të dashur, por ndjen një zë që u suall të shoh. Ishte Rasimaga, që i ngujuar tek pragu i derës, i tronditur prej kësaj pamje mallngjyese, po i thoshte Rrokut. Të lumë të djalë, edhe qante. A thua zemra e tij, ajo zemër që kur s'ishte mallngjyer, ashtë prek. A thua kujtimi një ngjarje të hershme, ishte për të ri. Bukur. Kënë qërë motra. Kujtim. Këtu më të shpove. Po dhe Rasimaga pas ka qenë shpirt njeriut. Jo, me nën. Jo. Pse? Si vajti pas? Anigru, historit duhen zbukuru pak, se janë fort zymta ato që na shohin syt për ditë. Tashti, në gjumë, hatë? Natën e mirë, natë. Natën e mirë. Natën e mirë kujtem. Po ti shpret ti? Natën e mirë, natë. Natën e mirë. Ashtu birë, ashtu. Pak dëmshuri për jetim të gjorë. E pra më zënës, kujtimi na ka dhënë një histori sprekse. E kam fjalën për shegertin e vogël. Ai e ka përshkruar atë me dhëmje, por me shumë dashuri. Shegerti i vogël nuk likështohet, nuk lyp. Ai e përballon vështirësinë e jetës me krahët e tij të njohur. Urime shënjëri, urime. Drejt në mirë. Fran, prit të shkojmë bashkë, Fran. Gjithë, mos harroni orën 5 e fusha sport. Kujtim do vish? Dima, makina e burgut. Ka të rënditur fati e timit. Jo vetëm i ati. Jo vetëm i ati. Të ka të rënditur gjendja mjeruar. Ti kërkon një rrugë, po thua për dëllima zotërive. Si mendoni ju, profesor? Nuk di. Migjeni ka thënë, ka fshat që s'ka përdihet ashtë vëlla mirimi, ka fshat që të mbet në fyt dhe të zëtrishtimi. Rëngjeth se apo jo? Të rëngjeth. Por rrugdalje.
Falni. Hajde në shajde. Ti ke shpirtin njeshëm dhe vështrim të thellë, kujtim. Do ta gjesh vetë rrugën. Pasma giapponese, hajde urnoni zotni. Pasma giapponese. Vetëm ti nuk më the gjë për atë. Pasma giapponese. Vesh një copë zë bukur. Pasma giapponese. Veç se Urnoni, hajde urnoni. ti e di që unë punoj tek Arsimaga. E pra nuk besoj se ai mund të preket. Po, në punë e mori. E mori se dikush do të punoj për të dyqan. Dhe shfrytëzon. Janë shtama kavajet. Sjellni kemi të mëdhaja të vogla. Merrni si ditë. Mër vëlla. Askujt nuk i vete mendjet na i lyej bukën me pak gjallë për sheqer. Askujt. E pra cila është rrugdalja? Rruga? E kush ma tregoi mua që ta di? Unë përkthejnë Hansa edhe kështu jam ba. Drek në mirë. Pse më ndohe, moj nën? Unë nuk jam i vogël tani. U lodhe të keqe nëna. U lodhe. Djalosh, asnjëherë nuk e besuar më fort se sot në idealin e jetës sate. Por nuk i shkëput ende nga vogëlsit përgjese. Ca pëto pritat e rejshme që ke fshehur në një skaj të vehtës sate. Digji ikonat që garujtu në errësirën e ndjesisë të degenerume. Mjaftë. Na. Na. Oh. Kafe. Eja Danis, eja. Po të pres, shpejto. Erdha. Kuku. Kafe. Forsa dita plot me reze. Danis. Gonxhe qeli krejt lulezon. Matra e dikut. Nis në kopshtin tim të frynjë erë. Duke sigur i fletaj, yjeve, freskis. Ndoshta u këndon të gëzimi për mëtuse tjetës. Po ti qenë edhe poet? Kopshtin tim, të verë të bartë, kuj si flake, do qelin gonxhe, treja pa pushim, të verë të bartë, kuj si flake, do qelin gonxhe, treja pa... Halva shiqera domlo, halva shiqera, urdoni zoti, halva Eja Danis, po t'jaras. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, djema. 2 ashure.
Na bjerë dy ashore, o djallë. Shpënoj dhe këte o braho. Baft mirë, Reza. Bab, po në shkatron fare me këtë zëmërgjersin tate. Nuk është e keqe për një kafe o birë. Në harruan më shtërit. Varfën nuk kanë që të vinë. Pasurit nuk në begenisin. Gjithë farsoj hora që kanë mëndjen të gjë tjetërit. Nuk është mirë ta fyesh tjetrin pse është i varfër. Më fal. Harrova që flas me shën Mjerimin. Iga unë. Tani është mosha që njeriu përpiqet të angazhohet diku. Dhe mua më pëlqen shumë pozicioni që zajnë nxënës. Me një intuit të çuditshme ai shtron dhe zgjidh problemin themelor të shoqërisë sot me shqiptare. Mirëkuptimi i klaseve, pajtimi, kjo është e vetme zgjidhje. Duket ashtu. Nuk do ta quaj një zgjedhje të arsyeshme, aq më tepër të përkryer. Kjo është një dëshirë sinqert, një iluzion naiv. Më vjen keq koleg. Jo se kuptonin kohën, idetë e reja. Vërtet ka shumë rrymë dhe mendime filozofike përreth, por jeta është e thjeshtë dhe as pak e koklavitur. Vështroni për të idetit, vështroni Evropën. Evropën e për të rirë, them. Jo atë të plakur nga krizat. Mirëmëngjes. Kujtim. Mirëmëngjesi. Yes. E lexova mendje hartimin tënd. Ajo është një copë e bukur letrare, përgëzime. Ti sheh atë që të tjerët se vënë re. Shpirtin. Shpirtin e madh qor pas ashpërsisë së jakës së lorosur të Lushakës. Më erdhi keq për Shegerti. Mëshira lëmosha, kjo është një zgjidhje që është një ide tepër e vjetruar dhe e zvetnuar, zoti profesor. Mjerimi nuk kërkon lëmosh. Ai don vetëm të drejtë. Ti duhet të zgjedhësh mirë libra djalosh. Do të t'i zgjedh vetë. Po vonojeni për në shkollë tima. Shkoni. Shkoni. Kam frikë se do të pengohen në mësime me këto lexime. Koleg. Ja pas ke punuar bukur. Ç'të bëja? Nuk më hyn në kokë latinishtja. Po duhet marrësh mësim nga diku atëre. Mirëmëngjes. Lexoj. Ke një pamflet të bukur të Krikris. Kujtim. Ranzanës. Nëse do ta mbash festin e zi, mbaje në kokë dhe jo në çantë. A se kupton se festi i zi është shenjë një shpirti oriental? Shpejtoni kujtim. Shpejtoni. Ti së bashku me ne edhe fjalën, askush të detyroj. Baba ngul kam e unë s'kam se si. Po mirë ti mos u lykshto, fol me babën me durim. Po ti flasësh si duhet për qëllimin tonë dhe ai do të kuptoj. Shkolla! Gati! Tu! Mirë, Vasa, mirë. Le të vije... Prite kur të më thres mua plakushi. Sadik Lusha. Pronto, profesore. Hir? Vonë është. Vonë? Fali, nuk munda me herët. Se lan pjatat, profesor. Lan pjatat e kanë i ri Rasimagës. Tani çka puna së shturp. Ulën është. Atëherë, na i thuaj vardjet në latinisht. Conti, queromnes, in teti quora. Qetësi tim. Si lexohet qeja jonë në latinisht? Kë, profesor? Pra? In teti quora. Mirë vazhdo. Conti, queromnes, in teti quora, teneba. In tetoro, pater, Aeneas. Jo, Aeneas. Enea. Si urdhon, Enea. In tetoro, pater, Enea, Sicorsus. Sicorsus. Aballo. Që në shqip do të thotë. A bëm të shoh. Të gjithë teshtën dhe të romanë të shëndronë. Atere, për shtrati të latë, të shtu. Nuk e keni mendin mësime. Do bisedojmë bashkë, më falë. Keq, Indik. Keq. Shumë keq. Ditë në mirë, Gjetë, Padër Lazari na pret në kishën e arqipeshkvis. Sot e kemi lënë të shkojmë shëtitje. Ne do shkojmë në mësimin e shenjë. Eja pra. Lek, mos na vono. Unë do shkoj me shok. Ti vëra dhe pesin e zime mirë.
Unë për vete do shkoj në kinema. Ka dalë një film i ri mrekullueshëm. Dashuri. Ah, më bravo. Artista shik. A pra, kush më vjen? Erdha ti, erdha. Ha. Nga do të shkojmë kujtim? Të në shkoj në punë. Ndodhin kish kuptim, zoti profesor. Noshim ktheu librin. Nuk bëm mirë. Kemi pak libra dhe I këmbejmë njëri tjetër. Bukur. Fort bukur. Ka më dhënë ca libra në bibliotekën time. Eja një kur të doni. Zoti Luk besoj u a fal këtë fajt vogël. Po, I kam falur. Faleminderit. Shkoj. Ditë mirë. Ditë mirë. Veç kam hall mos pengohem në mësimet. Mësimet janë gjithçka, zoti Luk. Ne vërtet u flasim pak për Voltairin, mendimin iluminist për rilindjen, realizmin. Po fare pak. Fare zbet. Ndryshe është kur I lexojnë vetë. Ashtu është, ashtu. E votë re, zoti Luk, përsëri u ndan. Can kish, can kinema, can shëtitje. Qoftë lëvdu Jezu Krisht. Gjithmonë e ecë. Qoftë lëvdu Jezu Krisht. Gjithmonë e ecë. Kujtim. Një minutë. Kujtim. Më ka mbetur në mendje copëza jote e bukur shegert I vogël. Zotëria është nga ylli I dritës. Më dha fjalën të ta botoj. Për gëzime. Më falni, po unë nuk kam ndërmend ta botoj, zoti profesor. Pse? Revista Ylli I dritës është një revistë e nderuar? Unë nuk gjykoj revistën, zotëri. Gjykoj vetveten. Ishte një iluzion, asgjë më tepër. Ani. Herët avon do të bindesh. Do të fjallosemi përsëri. Sa mirë që ja punove. Askush nuk më poshtron më shumë se sa ky njeri me lëvdatat e tij. Maskaret, gënjen. Asnjë nga këta emra nuk ka luftuar atëherë. Kurse ai që ka luftuar ai Lietorres. Sa shumë gjëra që harrohen këtë botë. Po gjaku nuk duhet harruar. Lere kujtim mos e lexo. E vërteta që non krejt ndryshe. Po unë do të mbledh fakte e do të shkruaj një gazetë tjetër. Kombi nuk e harron kur luftarët e vet. Edhe pse dikujt mund t'i interesoj kjo gjë. Mëngjes aty se. Apo vjen katun? Shko ti, shko. Pra miru pafshim. Hajde.
A pranon miq, o sokoltrimi. Hajde urmë. A je burri malcis? Poqa, a je si je. Janë 30 kokra vëra si maga, ja u kam hjek fëmijëve nga goja. Unë po fikëm për veti. Va krizet të byrazer. Lekun ta kërkosh me pushk, nuk e ku me zjet. Po të pëlqej e sapi, mirë. Po nuk të pëlqej, shko që në qytet me i shqip. Mi ban hargjet? Pardon. Një paljo pinga, një kandil, gjys kile kry. Mirë. Qeveri të lidhin pension. Askush nuk ka dërgjak për këto troje ma shumë se ti. Ahmet Zogut nuk I lutem. Po ty s'ta jep pensionin në I zog, more. Ty ta jep e drejta jote. Gjaku yt. Si quhet the? Sokol Marku. Emri dëgjuar. Duhet ta kem edhe në fotografi. Për luftëtarët e atyre viteve kemi shënime të plota. Ja ku është. Janë fotografi me barot. Kështu I patë thënë një lujq Gorakuqi Timeti për këto. Me ka nuk është luftuar. Me Turkun. Me shovinistët serb. Malezes. Ata I kanë haruar. Jo, djel. Jo. Populli nuk haron kur. Qerqistopullin dhe Muqoqullin I vran pabesisht. Por erdhë nga Gjirokastra dhe I morën. E gjithë Shkodra I përcolli. E shikon këtë që flet këtu? Është një profesor I ri nga Gjirokastra. A I tha ato që do na dëshironte të gjithëve zemrat I thonim. Mbaj mund të mirë. Ai u betua se djaleria shqiptare do të ecë në rrugën e erojve të kombit. Më thanë se I quajnë Enver Hoxha. Po. Përsëri Shqipëria po kërkon heronjtë e vet. Hey! Dinamiti! Dinamiti! Largoni! Largoni! Ehi, Nosh! Djema, largoni që andej! Largoni!
si nuk kam një grusht të fort. Ti bi mu në zamër malit që s'pëzan. Di dhe a i që do me thani dobet. Në agonit për dijet si vigani vramun. A shosi për dridhet nga grushti palishëm. E unë të knaqem. Të knaqem duqesh. Mikjeni? A e dini se çka ndodhën Kuçon? Punëtorët kanë kërkuar të dorshin, edhe janë përleshur me xhandarët. Edhe në Korçë është krijuar një shoqëri. Puna. Thonë se aty udhëheqin komunistët. Gazetat si kanë lejuar të shpërndahen në Shkodër, se diçka shtohen edhe aty. Ta haj, dreqi, ta haj. Nuk jetohet më kështu, jo. Edhe neve aty në konvikt na kanë mbyllur sikur të jemi në burg. Kujdes harkun. Kujtim. Sa të rishtu shumë këndon sot. Kujtim! Hajde, Vaso, hajde. A e merrni dot me mend çfarë kam sjell? Ha? Ju kam sjell romanin Nëna. Maksim Gorki shqip? Si ka mundsi? Po është botuar. Ku ta di unë? Ky libër është herezi. Çfarë flet? Maksim Gorki është krijtari heretik më i madh i kohëve të sotme. Për ty çdo gjë e bukur është herezi. Unë për vete nuk kam lexuar libër më të bukur në jetën time. Pritni tani kur të na bëheni gjithë komunist. Komunist nuk të bën një libër. Ndryshe do të ishe bërë edhe ti. Edhe ti e lexove. Unë e lash për gjysmë. Por e di për çfarë flet. Shqipërisë nuk i duhet Pavel Vllasovi, por katolicizmi. Ti gati sa nuk thua që Shqipërinë mund ta shpëtojë vetëm Italia. Kushdo, përveç bolshevizmës, që është shkatërrimi i fesë, i shtetit edhe i kombit. Po ta kishe lexuar këtë libër deri në fund, nuk do të flisje kaq serbes. Të paktën do ta kuptoje se shpëtimi do të na vijë nga vetvehtja. E kush e tha që Shqipëria është në gjendje të mjeruar e që duhet shpëtuar, ha? Kush e tha këtë gjë? Jeta nuk është si në filmat që shikon ti dik. Hidh njerëz sy të rreth rrotullit do të shikosh diçka që reklamat, librat, filmat përpiqen ta fshehin. Edhe ky libër është vetëm një rrezë drite për të kuptuar diçka më shumë. Sepse në të gjithë botën njerëzit vuajnë dhe shfrytëzohen njësoj egërsisht.
Njësoj. Urdhëroni, padre. Zotërinj, në gjimnas qarkullon literaturë bolshevike. Është botuar në Tiranë. Është botuar në Tiranë. E pastaj, çdo thotë jo se është botuar në Tiranë. Urdhëroni, ju lutem. Mos harroni se përveç tjerave të ignorant, e shkatron edhe ignoranca. Dhe qenësorët e Tiranës janë ignorant. Ignorant. E dini ju kush është autori i këtij libri? Një bolshevik i tërbuar. Neve një njeri na erdhi nga vendi i bolshevikëve dhe atë internuam. Kurse këta tani fusin në shkollat tona mendimet e vet kryetarit të lidhjes së shkrimtarëve të bolshevik. Ky libër zotërini është agitator i komunizmit. Ai titulli nëna është vetëm maska sentimentale që i ka gënjur qenësorët ignorant të Tiranës. Ç'mendoni të bëjmë? Të ndalohet kategorikisht qarkullimi i librit. Kujdes i dollap. Ja Erudanit nga Gjakova. Po këtu kush blet? Qok Doda nga Mirdita. E kujt është kjo valigje? E Nami Kramanit nga Dibra. Këto ishin. Konvikti maletona që ka kthyer në një çerdhe komunistësh. Sa herë ju kemi porositur që ju këtu nuk jeni thjesht kujdestar, por syri dhe vesh ynë. Keni për detyrë ta mbani të pastër të konvikt. Nga bolshevizmi rreth parë. Duhet u ashtrëngoni më tepër rripat konviktorëve rebel. Asnjë lëshim. Rregulla të forta. Vetëm këto e shpëtojnë rendin. Nuk ka mundësi që gjithë në shkollën tonë të kenë qenë vetëm 3 fashikuj. Përfitoj nga rasti të theksoj dhe njerë, se shkolla jonë është një shkollë laike, që nuk përzihet as me besimin, as me politikën. E theksoj dhe njerë, as me politikën. O presim dorëzoni kopjet e tjera. Juve, kujtim, e dorëzohet librin që keni pasur? Nuk kam se çfarë t'ju dorëzoj, zoti drejtor. Librat kushtojnë aq shumë sa që nuk mund t'i blejmë dot të gjithë. Blejmë pak kopje dhe i qarkullojmë me njëri tjetrin. Çja voluam. Ç'të ndodh? Zem. Ja. Interesant. Në kohën tonë ekzistojnë neo-shqiptarizma, ideologji të rinjve, Nietzsche, Freudi e të tjerë. Po si shpjegohet që njerëzit ndalen pikërisht tek bolshevizmi? Edhe kjo e ka një shpjegim. Me siguri e ka. Nofta vetë koha e kërkon. Mirëmëngjes nosh. Kujtim. Sot pas dite do të njoh me njëri. Mos më pyet më tepër. Në orën 5 për stekan. Mirëmet që burra. Preftë e mira. E mara e mira. A gjetët Kalamuj? Shkuam gjithanej në prefektur, po nuk na dhanë. Në treg nuk blihet dot. Keqe kena.
Në shtëpi nuk kam një kokër kallamoq për besë. Se më thirrë, braho. Po thash të bisedojmë edhe një herë, Asimaga. Pa çfarë të bisedojmë? 250 Napoleona dhe as një metalik ma tepër. Po më ka kushtuar 2 heraq. Vërdore në zemër, Asimaga. Kam vajzë për të martuar. Djalin shkollë. Shkolloje, brahu, shkolloje, se ke për t'ja pa hajrin. Sa dolën shkollarët, varda dhe krizat. 250 Napoleona. Po ta marrë dhe dikun punë. Pak, Asimaga, shumë pak. Ha vedin atëherë. Po na fik, bab. Po të presim edhe pak dik. Të fejojmë në dirën. Po ku ka fat më të mirë për të se Rasimaga? Ashtë te për re për te mor birë. Po, unë të mbete me gisht në gojë për atrin Nadires? Mos të fola ashtu birë. Me ke motër. Ta mërti, ku I ke sytë? Hajde. Ju baft mirë, miq. Hajde, bojru. Hajde, orno. Ky është kujtimi. Fatos thana. Jemi një grup shokësh. Lexoj kush më shumë. Secili zgjedh herojin e vet. Në fëmijëni I matë më mahniste me Ataturkun. Një kohë më të roqen fort romantikët. Bajroni, Milosaju e Deradës. Më pas u njoha me Maratin, Robespierin. Përsi e sa mi frashit dhe Rilinda Svetan më ngazëllenin zemrën, po. Ende diçka nuk e gjeje. Dhe e gjete heroin tënd? Po. Pavër Vlasovi. I detet I komuniste. Mbreti shoqatët e rinisë shkollore I ka lejuar për hesab të vetë. Por I ka asur sharën në gozhdë. Në tregtaren e Vlorës, në Tiranë, liceun e Korçës, rinia I ka shndruar në vatra debatesh politike për të shprehur mendimet e veta. Prandaj gjallërojeni shoqatën. Drejtoria ka vënë kufizime. Në kryesi zgjidhen vetëm maturant. Ca I vën pasqeres. Ca janë të mirë, po të plogët. Gjaku I shoqatës jeni ju të gjithë. Më kanë thënë se di dhe frëngjisht. Sa për të lexuar. E njeh këtë libër? Ka kohë që e kërkoj. Po pa të kohë. Po nuk pengoj nga mësimet, përkthej pjesën e nënvizuara. Një fantazm sillet nëpër Evropë. Fantazma e komunizmit. Të gjitha forcat e Evropës plak. Papat e cari. Meterniku dhe Gizoj. Radikalet francez dhe policët gjerman janë bashkuar për t'i bërë luftën e shenjtë kësaj fantazme. Ka ardhur koha që komunistët të shtrojnë haptazi përpara gjithë botës pikpamjet e veta. Qëllimet e veta, aspiratët e veta.
Ashtë koha për të fjetë, kujtim. Të zgjova, bab. Fal. Ja dhe pak. Jo e... mjaft. Shife. Po agon. Hajde. Po të duash ti e lë, bab, po... Kam dhënë fjallën. Të koritim. O rride birë. Tani as babaj nuk ka fuqi mbi ty. Sa do që të rritem, unë prapit birë jam. Mirë. Komunistët e quajnë një gjë të shëmtuar të fshehin pikpamjet dhe qëllimet e veta. Ata deklarojnë haptazi, se qëllimet e tyre mund të arrihen vetëm duke përmbysur me forcë gjithë rendin shoqëror ekzistues. Le të dridhen klasat sunduese përpara revolucionit komunist. Proletarët s'kan që të humbasin e të veç prangave të tyre. Ata kam për të fituar të gjithë botën. Mirëmëngjes. Erdhe? Kur vion këtu, dimri do të thosë është në prak. A ka vende për mua? He? Apo unë duan mes? Ti u falë diqka? He? Hësheg? He? Mere? Mereni, zotnia o jep me gjithë zemër. Nuk jam zotnia unë. Ani jo kujtim, bash mësu goja kështu. Një ka është gështeja, Gjakoli. Mere... Hop... Ti shoh pak dhëmët? Sa të bukur dhe të mprem që i paske. Po ti drin. A thu e shyn do të mollën? E shek? Sa mire.
Po na sjellin e majt humbës. Duhet t'i rrafim në ditë që ta majnë mend për gjithë jetën. Ha? Pas ka harru nëna me ju dhanë pare sot, e? Apo janë shpu gjepat e ju kanë rënë paret? Hajde, hajde. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, kujtim. Profesor. Po? Kemi ngritur grupin e teatrit. Duam të vëmë në skenë një dramë që të flas njerëzve për hallet e veta, po të jetë e shkurtër me pak personazhe. A mund ta ndihmoni? E di kujtim. E di se unë po shkruaj një dramë. Vërtet? Nuk di ç'do të dalë. Dua të bëj një dramë nga historia e popullit tonë. Po, një temë të tillë do ta dëshironi. Të shohim një herë. Sidoqoftë ti i pari dhe i fundi që e merr vesh të fshehtën time. Unë mendoj se shoqata jonë nuk po e kryen siç duhet detyrën e vet. Ajo ja ka kputur gjumit. Nuk është e vërtet. Po dita e flamurit po afron. Dhe ne kemi menduar diçka. Do t'japim një koncert për nxënësit e shkollës. Po pse vetëm për nxënësit e shkollës? Sepse orkestra joni përket shkollës. Ne kemi dëgjuar 100 herë koncertin kur bëjmë provë. Unë them të japim një koncert për popullin. Kështu do t'u tregojmë se edhe ne gëzojmë për ditën e flamurit. Gjithashtu të bëjmë edhe një piknik. Piknik? Piknik jo. E përse jo? Le ta bëj një piknik në kalon e Rozafës. Asgjë të keqe nuk ka këtu. Apo jo, zoti Anton? Po, po. Ajri pastër mirë bën. Vetëm kini mendjen në këto gjëra. Kini mendjen. Gëzuar festën gjazë. Të në rojë Shqipëria birë. Në të birt e shekullit të ri, që plakun e lam në shetnin e ti, e quem grushtin për me luftue, ndër luftra të reja dhe me fitue. Në të birt e shekullit të ri, vllazëm të lindun e të rritur në zi, kur tingëlloj qasti ynë imbram, edhe fatlum ditën me thanë. S'duhem me hum në lojt për gjakt të historisë njerëzore. Duhem ngadhnim ndërgjegje dhe mendimin të lirë. S'duhem të zhytemi prap në pellgun e mjerimit, që të vajtojmë prap kangën e trishtimit. Në të birë të shekullit të ri, me hovin ton e të ndezun pesh, ndër luftra treja keme undesh, e përfitore keme ra fli. Të lumt nësh. Kjo është herezi politike. Do vargje mbajnë erë bolshevizm. Mos shpif Ludovik. Asnjëri nga ne nuk dëgjoj këtu të flitet për bolshevizm. Po alegoria është e qartë. Që janë ta bitë e shekullit të ri? Dhe kundër kujt duhen grushtin me e quhe me luftue tash?
Kur Shqipëria gëzon prosperitet e liri të plot. Liri edhe gaforja gëzon. Por gaforja është. Ju s'dini gjë tjetër, veç se të përsërit një fjalë të përqartat një shkrim tarucit. Migjeni është një uragan. Një gjeni i poezisë së re shqiptare. Fishta. Ai është gjeniu i letërsisë sonë, që i këndon shpirtit kombit. Ai i këndon asaj bote që po perëndon. Ne jemi të rinj dhe synojmë drejt një bote të re. Vetëm arsyeja katolike e ka ndriçuar botën. Bolti edhe është një sy e Europës, ku mendimi iluminist... Rilindësit dhe iluministët e mëdhenj nuk ishin prej ftërinj. Ka ak Ludoviku. Arsyeja katolike shpiku turën e druve përmendjet më të ndritura. Ato i përkasin mesjetës. Të gjitha idetë fetare janë mesjet. Bijt Krishtit. Fesi i zi don të na përlyej kishën ton të shenjtë. Hyrën e valle, hiqe deri në fund po ta mbajti. Dhe fesin e zi mos ma zë në gojë se të thyva nofllat. Kujt i flet ashtu ti mor qirak ignorant? Ty teti që pastron kanalet e botës? Ti tregoj unë kanalet. Mor fiqi palpir. Pushoni, jemi në piknik dhe jo në xhami. As nuk u vendin e fretërve. Fajin e kini ju, ateistët. Ju i frini zjarrit. Sabri, gjet! A thua kaq pak vlerë ka fjala e dhënë për bashkim? Përmend dikush kishën. E njëra palë ngrihet në këmbë sikur ka rënë zjarr. Shan dikush festin e zi? E pala tjetër tregon grushtin. A thua vetëm një fjalë, shëm për tokë synymet e shpresat tona? Jo. Kurrën e kurrës jo. Flasim me adhurim për Skënderbeun, për Naimin, për Pashkovasin që këndoi se feja e shqiptarit është shqiptaria, e për sa e sa adhetar të tjerë. Por ata mbi gjithçka vunë bashkimin dhe dashurinë për më mëdhe. Gënimi distrive, leka, gënimi distrive, leka, gënimi distrive, leka, gënimi distrive. Gazeta reviste me lame treja, udroni zotri, gënimi distrive, leka, gazeta reviste me lame treja, S'janë mirë punët, jo. Rinia do frek kurse qeveria i lëshon ditarë. Jo qeverielin. Disa të krysën e detyruan qeverinë me zorje pa mend të ngjizë shkolla laike. Ja, lexoj. Flasim për shturjet fese të moralit. Po në të vërtet, ata i trëmbin përpjekjet tuaja për bashkim. Mbar qyteti është rënditur. Myku i qytetit, doktor. Kjo është jetë. Feja, çandari, nevoja për një copë bukë. Brenda këtyre tricaqeve përpërlitet gjithçka. Mendimi, ndjenja, hovet e ndalura. Ajo, doktor. Në këto tricaqe përpërlitet mendimi i hutuar. Mendimi i gjallë përkundrazi revoltohet. Mbledh forca, shfryn, diku edhe shpërthen. Interesant. Është bukur të ndërosh e të shohësh diçka të gjallë. Përmes saj perde mirimi e padeturie. Djalin duhet ta bëj zapt hyset. Po na i prish fëmijë. Pra ne kemi ardhur këtu të bisedojmë. Ç'ke bërë më birë? Eja, kujtim, eja. Me mam të keqe, nana. Këta zotri kanë punë me ty. Kemi ardhur të bisedojmë me Trau në shtëpi, jo me Patavra. Trau pa Patavra se më ndo të shpi. Zotrin tonë se ti po fut shërë midis njerëzët mirë. Midis muslimanëve të mirë. Shtyn dje me të kundër etërve. Ne duam bashkim edhe jo sherë, zoti Mifti. Dhe etërve u kemi borxh nderimin për flokët e thinjur. Ne nuk u grindëm për çështje feje, pa bisedonin për Shqipërinë. Ata u hodhën tek feja. Edhe në doni ta dini Mifti Efendi, Allahun tuaj dhe perëndit e tjera i shajnë më keq ata që e besojnë. Ky është numri i fundit i buletinit që botojnë jezuitët për seminaristët. Dëgjoni se shkruajnë. I dashur Karajfil, kur dy sende janë në kundërshtim, s'munden me kënë të dyja të vërteta. Ndërsa besimet e ndryshme, e sot ato janë për mbi 10, na mësojnë sende krejt në kundërshtim njëra me tjetrën.
Një vetëm do t'jetë besimi. Ai që mund të paraqes sheja të qarta të hynis, si vula e pëlqimit të saj. Këto sheja gjenden vetëm në fenë e Krishtit, prandaj vetëm feja katolike është e vërteta. Të gjitha të tjerat janë të gabume e zvim për i Zotit. E pra ne nuk e shtruan fare këtë muhabet. Ne po thoshim se për ne ka vetëm një Zot. Është më mëdheu. Politik? Përse ti trembemi politikës? Pastaj, përderisa ekzistojnë 10 perëndi të ndryshëm, ato përjashtojnë njëra tjetrën. Pra, mund mos ekzistojë asnjë. Po nuk e shtroj këtë çështje. Këtë çështje e ngrini ju pareshtur. Mbar qytetin keni ndezur kundër gjimnazistëve, për të harruar atë çka është më kryesore. Më mëdheun. Yazek Hüsen. Yazek. Faleminderit, bab. Të lodhëm, bab. Sa ishe fëmi, të kam biseduar ka qërë për Kemal Ataturkun e famshëm. Fal, bab. Unë nderoj Ataturkun për atë që ka bërë për kombin e vetë. Po ne duam diçka më shumë. Diçka krejtëre. E di. Marat, Robespierre, Saint-Just. Edhe më shumë. Marksi, Lenini, Stalini. Këta emra zgjojnë tërbimin e gjandarit kujtim. E di, bab. Mua, oficer me akademi, më vunë në hije. Ty mund të hedhin prangat? Mundet, bab. Hüsen. Djalin. Djemt e din vetë rrugën e tyre, Sabria. Faleminderit, në. Me përë, shejtan, e? Mirëmëngjes, Gjakol. Po iki kujtim. Për gjithmonë. Po pse? Nuk kam para të paguaj qeran e shtëpisë. Pastaj dhe jeta është shumë e vështirë këtu në qytet. Gjithkohë njerëzit kërkojnë, e asgjë nuk gjejnë. Rahat nuk ka vetëm shpresë. Desha të flasë për një ndjesi e çuditshme. Më urdhëroi të mos e prisha të qetësi mjerimi. Dhe u largova me një premtim dhe një dënim në zemrën time.
Dënova shoqërinë njerëzore. Dënova gjithçka të padrejtë. Premtova. Ishte ditë vjeshte. Binte shi. Dramë mirë, po ka shumë akte personazhe. Po si kur ta shkurtonim? Të prekim shilerin? Jo, do ja cungoni mendimin. Kështu si që kemi nisur, do të metemi pa pjesë. Zoti Anton ka një ide të bukur. Të bëjmë dramë copzën e kujtimit, shegerti vogël. E merr vetë përsi pra ai ta shkruaj. Ide e bukur, po si jo. Në një anë të skenës shegerti Kokulu. Në anën tjetër Aga i dhëmshur, që e shtrydh sa mundet. Edhe në mes zotni Anton me jakën e kollarisur, që mendon për lartësimin e kombit. Jo, ashtu. Nëna e smur, djalit e kryet, lot. Kjo është mjaft prekse. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ju solla një dramë. Ky me siguri ka sjell dramë bolshavike. E ka shkruar profesor Samiu. Sa po e lexova. Flet për historinë tonë. Liria. Dramë historike në 2 pjesë. Personat veprues, kryetrimi i lirë. Kujtim. Kujtim. Çpate, si e mirë? Mos u shqetëso. Më turbullua pak vështrimi. Ka ca kohë që nuk shikoj mirë. Të është dobësuar të parit. Duhet kujdes me syrin, e zan shumë. Mos u habit. Ato që ndodhin lice nuk janë pa interes edhe për ne të tjerët. Do grisur kjo perde pa diturie. Pa diturinë e ushqen mjerimi, doktor. Do të thoje se pa dituria është nëna e mjerimit. Pasanikët tanë e fshejnë arin në qyp. Si shikon? Keq. Nëna e mjerimit është ndarja e keqe e pasurisë. Idet radikale, krahas të mirave, bardhin dhe rrezikje të mëdha. Anarkin, revolucionet e përgjakshme. Pa gjak, doktor, asgjë nuk mund të arrihet. Ndofta. Sheqardhani? Po. Shumë mirë. Shoj mos ta kanë tepruar ndaj palende për ty. Nuk mund të gjejmë këtu ose në Tiranë? Parfum mund gjesh Turlidhoj. Syze radh vi. Të shkoft mbarë, Rasimaga. Eyvallah. Bujo. Kontra bujo. Pas. Një dobje ku me lusta? O, kujtim. Ulu. Ulu. Çfarë dëshiron të pish? Marcel apo Pilsen? Jo, nuk pi. Si u bë puna për sallën? Paria e shoqatës sportive refuzoi. Finito. Njerëzit janë përgatitur të shikojnë çfaqen. S'kemi ç'bëjmë. Fundja shoqatë shkollore jemi. Mbushim dojmë bashllëk. O, Kal, Biç, Smile, salute! Ku je qa tipi Rasimagës? Shik. O, pas ka ardhur shënmjerimi. Urime shënmjerim dhe më vjen mirë që të shoh këtu. Një parti pokeri djema? Patjetër. Edhe ti shënmjerim, nuk të mbaj mëri, jo. Fillojmë.
Ç'ke kështu? Asgjë. Është një gonxhe që u vyshk para se të çelë. Ora si u bë ka puna ka që thjesht. Do japim një shfaqje. A e dini se çfarë të lashesh i vinë kombit ton nga teatrat? Ka puna. Do par drama, do aprovuar. Atëhere, ju presim të vini sa më parë. Dhe pas aprovimit duam sallën. Nga do po na refuzohet kjo kërkesë. E keni gati shfaqjen, Po. Çu bë me përfaqësuesit e senatit ton. Me kërkesat tona. Roma po ju pyet. Ajo pret përgjigje. Ata janë në fund të pusit. Ç'do të thotë kjo? Ata vetë kërkuan pak tokë dhe pak ujë. Dhe ne jo plotësuam dëshirën. Kjo do të thotë? Kjo do të thotë se këtë truall e kemi për veten ton. Kjo do të thotë se të gjithë ata që do të kërkojnë të na pushtojnë, do të kenë të njëjtin fund. Varri. Mjaft. Kush e ka shkruar të dram? Unë. Me ju do të bisedoj më vonë. Kjo dram nuk do t'jepet. Përse nuk do t'jepet? Mbretëria jonë po i forcon lidhjet me Italinë mike. Ndërsa këto fjalë, a e kuptoni se ç'do të thonë në këtë situatë të krijuar kur ne duhet të heqim dorë nga një farë vetëm mburrje nacionale? Kush e tha këtë gjë, zotëri? Drama bën fjalë për ngjarje të vërteta. Të përmendesh historinë e popullit tënd nuk është vetëm burrje nacionale, por krenari kombëtare. Nuk ne intereson në kohën e sotme. Kujt nuk i intereson kjo histori, zotëri? Kujt nuk i intereson kultura jonë, traditat tona? Përse duhen mbajtur fshehur e duhen fashitur, kur për ditë u thuren hymn e kulturës dhe historisë romake? Kjo është politikë. Unë nuk ju lejoj. Shfaqja nuk do jepet. Unë mbar. Unë të mbar. Kujtim, do shikojmë sonde shfaqjen. E prisme. Patosi ku është? Brapa. Ai mirë pafshim. Mirë pafshim, ja tjetër. Grev, e keni menduar mirë? Më mirë se sa e mendojmë e ndjej. Mjaft kemi mbajtur në kurris. Tani u mbush kupa. Tashmë e kemi vendosur. Shumë mirë. Do të ndihmojmë dhe ne që jona e saj të hapet në gjithë qytetin. Do të jetë një shkëndij nga do të ndizet flaka. Të 20 nxënësit që dëgjuan emrat me vendim të drejtorisë që nga ky moment janë të përjashtuar nga konvikti malet tona, të dalin nga rreshti. Nuk bindeni, Zirrini jashtë, qafirët! Kohë e trazuar. Keni drejt, zoti Luk. Paralajmëron shtërngat. Ne kërkojmë të anullohet urdhri për përjashtimin e 20 konviktorëve. Të largohen kujdesarët e tanishëm dhe të zëvendësohen ata me mësues. Të lejohet shfaqja e dramës Liria dhe të na sigurohet për të salla. Rregullin e brendshëm në konvikt ta vendosin vetë nxënësit, me anë të një këshilli të zgjedhur prej tyre.
të na jepet ushqim më i mirë. Të betohemi se do ta shohim deri në fund luftën tonë. Betohemi. 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 Si mendoni, zotërinj? Unë them të tolerojmë në disa gjëra. Tolerimi do t'ju jap krah. Nuk mund ta zgjatim më. Dhe mendja jonë është drejtuar ndaj veprimtarisë së punëtorëve që tani është edhe më rrezikshme. Edhe unë them të tolerojmë ndonjë gjë. Ti ngopim me fare pak gjë. Gjimnazistë janë edhe gënjen, apo jo? Edhe në qoftë se do t'jetë kështu, si do t'ju nuk bindëm. Atëherë, kjo do të dalë si lëmoshë e qeverisë. Për shembull, të nënvizohet se në altmallnia e tij nuk do që të preket shpirti i rinisë, andaj po ju plotson disa nga këto kërkesa që kanë ata. Kjo është çështje etikete. Esenca është ndryshe. Duhet të tolerojmë se acarimin ja sjell të tjera gjëra. Ju të gjithë i njihni këta vargje të Schillerit nga drama Wilhelm Tell. Le të thotë se cili mendimin e tij. Wilhelm Telli është një nga veprat më të njohura të dramaturgjisë botërore. E shkroi dramën e vet në një kohë. Ngjarjet e dramës zhvillohen në Zvicrën e pushtuar e vjetra shëmbet. Kohët po ndryshojnë. Një jetë e re lulëzon gërmadhash. Fjalë të arta. Fjalë plot kuptim. Schilleri e kish kuptuar të vjetrën. Edhe ne e kemi kuptuar. Të shohim fen, opiumin e popujve. Në maskën e rregullave fetare saj sa poshtërsi janë për. Jepni Cezarit çka është e Cezarit. Jepni Zotit çka është e Zotit. Aty ku ka një kish, ka një mbret. Pasuria është e ndarë keq. Njëri ka miliarda, e të tjerë s'kan buk. Buk them të hanë. Është pra e domosdoshme të ndryshojmë ndarjen e sotme të pasurisë, gjë e vjetër, e ta zëvendësojmë me një ndarje të drejtë të njëanshme, gjë e re. Lenini e bëri me kohë. Shembull ky se e vjetra shëmbet. Edhe ne do ta bëjmë. Thonë se është zhdukur skllavëria. Jo. Nuk është zhdukur, po ka marrë një pamje tjetër. Në vend të kamzhiku të drejtuesve të skllëvërve, është penda e bankierit. Në vend të kasheragajt, është gjandari. Shekulli 20 po e rënon kudo të vjetrën. Edhe ne shqiptarët do ta rënojmë. Mbi të do të ngrej mallërisht flamurin e kuq të vllazërimit, të kulturës, të begatisë. Kemi besim në vetvete
prandaj gëzojmë. Ky nuk është hartim, por manifest politik. Aty cenohen virtytet më të shenjta të kombit. Idetë heretike të këtij nxënësi meritojnë në shkim shembullor. Kujtim Stefi. Të paraqitesh më njëherë në drejtori. Mund të largohem, profesor. Paraqitu më njëherë në drejtori. Tani kam mësim. Lere atë. Ka gjëra më të rëndësishme se mësimi. Ulluni, vazhdoj mësimet. Atë, mësimin. Na flasin për lloj-lloj filozofishe demokraci fashiste. Kurse shokun tonë ndalojnë të thotë fjalën e tij në një hartim të thjeshtë. Kjo është demokraci, profesor. Djalosh, jemi në shkollë këtu, dhe jo në manifestim politik. Ulluni, ullu. Atë, ullu. Demokracia për ju mbaron sa po tjetër fillon të shikoj të vërtetën në sy. Nxënësi Stefi nuk ka ndonjë qëllim të keq. Ai është një shtetës i devotshëm i lartë madhërisë. Është i ri. E ka gabuar. Ju e dini mirë se nuk më ka gabuar kush, zoti drejtor. Jeta vetë më ka bindur se çdo gjë e vjetër dhe e shëmtuar të shkullur me rrënjë. Është detyra juaj, zotëri profesor, që të vëzhgoni sjelljen e nxënësve, jo vetëm në shkollë, por dhe jashtë saj. Do të duheshin shumë gjandar, zoti prefekt. Që nga ky moment jeni pushuar nga puna, kurse juve Stefi jeni përjashtuar nga shkolla. Dini jashtë! Zoti Kujtim. Juve jeni një djalë i zgjuar, me talent. As e kuptoni se idetë komuniste janë idetë e shtresave më vullgare të shoqërisë. Përkundrazi. Fashizmi që predikoni ju është çorba më vulgare që ka gatuar mendja e njeriu deri më sot. Kjo rrugë ka vetëm një fund. Atë dhe u t'i kemi borxh gjithë shka. Edhe jetën. Na vjen keq që po ikën Kujtim. Edhe mua. Më duke sikur lë pas jo vetëm Shkodrën. Ani s'ka gjë. Ne përsëri do të takohemi. Në Tiranë do gjë shok të tjerë. Jemi vërtet pak dhe të shpërndar, por do të shumohemi dhe do të bashkohemi Kujtim. Me siguri, do të bashkohemi një ditë shok.